Unë mendoj që pikëspari xhelozia është një emocion njerëzor, por ajo shndrohet në problem në momentin që kthehet në obsesion apo në kontroll të dikujt tjetër. Një xhelozi e vogël, që mund të më qenë edhe me pak hajgare mbrenda, shumicën e kohës që din me kamuflu edhe çiftet, mund të më qenë okay, mirë, por kur e cënon dinjitetin edhe lirinë e dikujt tjetër, çfarë është problem. Se xhelozia nuk është provë e dashurisë, është provë e pasigurisë. Provë e dashurisë është respektimi njëri me tjetrin, kur ki sinqeritet, pastaj edhe ki besim. Se ti mundesh me thonë, po unë e kam kontroll se ja kontrolloj telefonin në rrjetet sociale, po ti shtën e ngrosht ketë komplet. Për të dy palët e kam. Mirë, po besnikrin edhe nderën e saj nuk mundesh me shti ngrosht. Absolutikisht. Nuk mundesh me kontrollu, qysh po mendon ti që ja kontrollon ndoshta rrjetet sociale, mundesh me kanë me ta me një moment edhe çaty për çaty mundet me tradhtu. Apo kupton? Se mendoj njerëzit që si të kam në ngrosht, i kam këtë sanet të rregull, po jo nuk është ashtu. Unë i kisha dhosh pak më nal, edhe te xhelozia universale, Mire Ceko, edhe Rolandi, edhe Ardita, sot është bo një tmerr sa i përket xhelozisë, si në punë, si me kolegët, pastaj edhe xhelozi të arritjes. Unë mendoj që lumturia e tjetrit nuk ta ul lumturinë tane. Ti mundesh me qenë shumë i suksesshëm punës sa e ki tash e përmendit e pjesa e martesës, unë Rolandi jena një gjenerat. Kjo është i martum, ka familje, tash unë nuk jam i martum për momentin. Se ti i martum? Por, unë nuk e xhelozoj Rolandin, din kismet. Unë nuk e xhelozoj Rolandin pse ky ka arrit me pas një familje. Jo, duhesh me xhelozun këtë aspekt. Jo. Ja këtë aspekt. Jo, ajo është smundje. Unë më me marr për të mirë në aspektin pozitiv, me thonë, po me marr shembull. pozitiv, po e shuaj. Agnesa, është mirë,